brenda jemi në një prej supermarketeve më të mira austriake, Billa është e tillë apo jo? Dhe duam të kuptojmë diçka më tepër nga gjumëshmëria e prodhimeve të qumshtit. Kemi qumshtin, kemi djathtin. Ja, po të tregoj një gjë ka. Të marrim në qumë. Okej, ishte në sicher österreichische Produkte. Ja. Qumshtin, Okej. si fillimi. Për shembull, po të shikojmë siglën AMA, Agrarmarkt Austria, është garancia e konsumatorit austriak që ky është një produkt i prodhuar në Austri dhe sipas kritereve të vendosura nga Agrarmarkt, Agjencia e Marketingut të Produkteve Austriake. Pra, ky është Po, sigla siguria. e Kjo është marka e sigurisë. Do thënë, kur unë pyeta që cili qumësht të pëlqen, nuk ka shumë rëndësi, se të gjitha janë mira, të gjitha janë duhet patjetër të jetë kjo. Kjo është siguria. markën e ka krijuar, ky është krijuar nga ai. Ky është konkurrenti yt. Ja, edhe prandaj e tha që 29 years. para 29 vitesh The është. same. Ja. Interesante është e produktet bio, që do të thotë kush ka të drejtë të tregtoj produkt biologjik, kjo është marka, po, kjo është produkt biologjik sepse i prodhuar sipas teknologjisë së produkteve bio. Kjo është marka bio, ja natyrisht. Kjo është marka e cila sipas siglave dhe kritereve të tyre tre organizatave, ai është i detyruar që të tregtohet si produkt bio, është i detyruar të plotësoj kushtet e prodhimit për të tregtuar si i tillë. Pra, ju së gjithë të themi bio, është bio, po ka disa rregulla dhe ka një gjurmë aty. Do ta shikojmë në një... Çfarë do të thënë bio në fakt? Da darf also kein Futter verwendet werden aus Import. Bio do të thotë produktet e prodhuara bio, natyrisht që duhet të kenë produkte të pa manipuluara genetikisht. Pra që në bazën e ushqimit. Man darf keinen Handelsdünger verwenden. Nuk lejohet, fermat që prodhojnë produkte bio nuk janë të lejuara të përdorin plerim kimik konvencional që përdorin një Man darf keine Pflanzenschutzmittel nuk verwenden. lejohet të përdori pesticide. Die Tiere müssen alle einen Auslauf haben, so wie provimin e wir ushqimeve për gesehen haben. kafshët, okay? Und in Stall sind bestimmte Maße, Größe, wo die Tiere Plus që stehen. në fermat bio është parametrat për mbajtjen e kafshëve, që do thotë një numër i caktuar kafshësh për një stall, natyrisht ka të bëjë me mirëqenien e kafshëve. Në një ferm bio ti nuk mund të mbash aq sa mund mbash në një ferm normale, pra numri duhet jetë më i Dhe pastaj ulët. produkti kushton më shumë. Natyrisht produkti kushton më shumë dhe është garanci e plot për atë që thotë kërkon një të ushqyer. Në Austri. Mjafton ti bësh emrin kokë. Janë disa sigla këtu, janë disa sigla të cilat AMA dhe Ja, për shembull këtu nuk keq. kjo është vetëm AMA, kurse kjo është bio. Ka siglën e sigurisë, por jo të bio, sepse Pa. ka gjithë të tjera. Bei Bio sind die Kontrollen wesentlich schärfer als Fermat bei bio AMA noch. patjetër që i nënshtrojnë kontrolleve shumë të rrepta se sa fermat konvencionale. Aber generell sind die Regeln viel schärfer kontrolliert. Kontrolli i ushqimeve ose i prodhimit të ushqimeve në Austri i nënshtrohet disa procedurave që janë absolutisht shumë strikte dhe që patjetër nga gjithë lojtarët e tregut edhe të linjës së prodhimit është më strikt. Ose menaxhimi nuk ekziston mundësia që në një ferm të ushqesh me aflatoksina, se nuk mundesh ta hedhësh në treg, nuk është aq penalizuese sa nuk ja vlen që të rrezikosh, pa. Sa garantohet gjërmushmëria e produktit? Në siklën e AMA-s këtu ka një kod, e cila është kodi tregon fermën. Pra, ti mund të kuptosh shumë mirë ku është prodhuar ky mishpule, në cilën ferm. Me ka të gjitha këtu. Me të gjithë, po, kjo ka gjithë kontrollet të kjo është, tek ky kod është i paketuar i gjithë informacioni mbi gjurmëshmërinë, mbi të dhënat e fermës, mbi tipologjinë e fermës. Pra, do doja të pyesja, në Shqipëri mundon besimin e prodhimit vakas. A
Atëherë, pyetja është kjo. Nuk është problemi shqiptarëve që nuk besojnë. Problemi është që neve na duhet një System monitorimi, gjonëshmëri, Also, Sie möchte dich fragen für Albanien, weil die Albaner kein Vertrauen haben. Ist das nicht, weil die Albaner kein Vertrauen haben als grundsätzlich oder weil die Systeme fehlen? Es ist sehr komplex. Ja. Im Prinzip beginnt es in der Schule, wie die Lehrer die Kinder unterrichten. Çështja e besimit tek produktet vendase është shumë më tepër, është më komplekse se sa vetëm monitorimi i një linje, pra vetëm i prodhimit. Fillon me edukimin e njerëzve, me edukimin e prodhimit vendas, ashtu siç ne e pam në shkollë, që ata i thotë ne krijojmë një ambient ku fëmijët vinë dhe edukohen si prodhohet, ku prodhohet. Përtej asaj roli në familje. Plus Das nächste ist, dass die Eltern mit den Kindern auch ins Land gehen und die Kühe sehen. Ashme përveç kësaj, vetë prindrit duke I besuar edhe vetë prodhimit vendas, natyrisht që kultivojnë që fëmijët të informohen. Është e rëndësishme që të shikojnë marrëdhënia e fëmijëve, brezit të ri me ato që konsumon, është një marrëdhënie shumë më e prekshme. Pra duhet të ënden, nuk është thjesht logo, moto, po është një mësim I vazhdueshëm, derisa kthehet pastaj në mënyrë jetese dhe në dashuri. Nuk është kaq kollaj, po të mësojmë. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank dhe Austria Premix.